Miftinia Shkodër organizoi një iftar të veçantë në kuadër të muajit të begatë të Ramazanit. Ky iftar bëri bashkë 3 myftini, Shkodër, Perizerin e Ulqin dhe u quajt iftari i vllazërisë. Myftiu i Shkodrës Imam Muhamet Cytari në fjalën e tij tha se sot kemi më shumë nevojë se kurrë për vlerat e këtij islamit të pastër. Është kënaqësi që së bashku me pjesëtarët e stafit të myftinisë së Shkodrës t'ju uroj mirëseardhjen dhe të lutem që vlerat e besimit e trashëgimia që e kemi përmirësupe të jetë një busull orientimi për gjithë secilin prej nesh. Të gjithë kemi nevojë më shumë se kur sot për vlerat e këtij islami të pastër i cili na bashkon. Myftiu i Perizerit Valon Efendi Ibrahimi theksoi se kjo nisëm për organizimin e këtij iftari të vllazërisë dhe harmonisë islame është një vlerë e shtuar për Shkodrën. Kjo nismë që vllau ynë i nderuar Muhamet Cytari e ka bë së bashku me Perizerin dhe Ulqinin është një vlerë e shtuar në mesin e shumë vlerave që i ka edhe Shkodra. Myftiu i Ulqinit Ali Efendi Bardhi u ndal te lidhjet e hershme që Shkodra ka patur dhe vijon të ketë me Ulqinin. Natyrisht që Ulqini dhe Shkodra janë shumë afër dhe pjesë të pandashme për nga kultura, qoftë për nga besimi, por qoftë edhe për nga kombi. Vendet e cilat gjithmonë kanë funksionuar me njëra tjetrën dhe me hapjen e Shqipërisë, demokracisë, ardhen demokracisë, bëri që edhe ne të ripërtërim të lidhjet tona së bashku me Shkodrën që kemi pas më përpara. Ky iftar u zhvillua në një atmosferë miqësore dhe vllazërore, i cili u shoqërua me dua lutje për njëri tjetrin dhe u mbyll me faljen e namazit.